Në studio më është bashkuar zoti Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni në Report Televizion dhe në shtypin ditës dhe jo. Faleminderit që na ftoni. Kënaqësi zoti Rapaj për të folur për një sektor në fakt shumë i rëndësishëm, shumë jetik dhe për vërtetës në biseda e përditshme që bëjmë me qytetarët, absolutisht një pjesë e mirë e tyre përmendi gjithmonë bujqësinë. Ne do ndalemi me disa çështje konkrete. Spari, përpara 2 ditësh ministri zhvilloi një takim me fermer në qytetin e Elbasanit, ku folën edhe për buxhetin që do ndalemi, por Spari kryeministri theksoi që gjitha pagesat do të mbyllen 100% brenda këtij viti, do të thotë edhe pak ditë. Për çfarë pagesash bëhen fjalë, sa të rëndësishme janë për fermerët dhe mund të mbyllen apo jo dot brenda kaq pak ditëve? Bëhet fjalë për skemën kombëtare, e cila zakonisht është mbyllur në fund të dhjetorit, por një pjesë e mirë e fondeve kanë kaluar edhe për vitin tjetër. Dhe kjo ka bërë një zgjatje të panevojshme dhe të padobishme për fermerët. Është e padobishme për arsye sepse fermeri i do fondet në momentin që ati i lind puna, dhe natyrisht përmjet e xhiro e fermerët janë mjaft deficitar, dhe njëkohësisht fermerët e kanë pritur këtë që ta mbyllin brenda dhjetorit gjithë këto pagesa. Por kryeministri dha një lajm të mirë. Lajmi i mirë është që të gjitha pagesat nuk do të bëhen më tashmë, nuk do të kalojnë për vitin që vjen, por do të bëhen brenda këtij viti. Kjo bën që një pjesë e mirë e fermerëve që akoma nuk janë disbursuar të marrin ato fonde që u takojnë, dhe ta marrin brenda këtij viti dhe të përgatiten për periudhën tjetër të pranverës në mënyrë të tillë që të blejnë ato mallra, të blejnë ato lëndëpara, të shlyejnë ato detyrime që kanë ndaj të tretëve gjatë periudhës që kanë punuar. Kështu që është një hap i mirë dhe një ndërhyrje në kohën e dur nga ana e kryeministrit për të vënë në lëvizje administratën, që administrata këto pagesa t'i bëj pavarësisht nga vështirësitë që mund të ketë, t'i bëj brenda këtij viti. Unë besoj që kjo do të ndodhë, sepse kryeministri e deklaroi publikisht dhe nuk besoj që do të ketë zyrtar i cili nuk do zbatoj këtë urdhër, se nuk ishte tashmë një e bëna. Dhe që është një ndihmë e madhe për sektorin. Është një ndihmë e madhe për sektorin. Që të bëhen brenda dhjetorit dhe zvarritën shumë. Dhe kjo bën atë që administrata të lirohet nga punët për vitin tjetër dhe i krijohet një avantazh edhe skemës që vjen në mënyrë që ajo të krijojë një mundësi. Sepse vjen punët përpara. Patjetër. Diçka do të pyes, nuk është krejt e re, po edhe kryeministri e përmendi krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit që pritet të nisë punë. Sektorin e bujqësisë si e ndihmon? Banka Shqiptare e Zhvillimit do të ketë një prioritet bujqësinë dhe zhvillimin rural. Kjo tregon që burimet e financimit, të cilat janë marrë tashmë me ndërhyrje të Bankës Shqipërisë, siç ishte 250 milionë euro që vurin dispozicion Banka e Shqipërisë, kjo bankë do të ketë mundësinë që si burim do të jetë një burim financimi ekstra plus që ne nuk e kemi pasur deri më sot. Njëkohësisht do të përdor disa tip kredi ose si do kredi është, por njëkohësisht ajo do të financojë disa projekte të cilat nuk kanë pasur financim me kushte lehtësuese që këto projekte i kërkojnë, veçanërisht projektet për kullotat, projektet për pyjet, projektet për ujitjen, projektet për mbrojtjen e tokës dhe projektet tjera të domosdoshme për infrastrukturën që ne nuk kemi pasur burim financimi për sektorët e bujqësisë. Jo vetëm të bujqësisë, por të gjithë sektorët e ekonomisë së ushqimit. Pra Banka e Zhvillimit, Banka Shqiptare e Zhvillimit do të jetë një instrument tjetër i rëndësishëm, një burim financimi më i sigurt për të financuar projektet dhe për të arritur garancinë për kreditimin me kushte lehtësuese. Ju kuptoj. Diçka që do të ndryshojë dhe që tashmë ka kaluar në kuvend është kompensimi 10% për fermerët. Sa e rëndësishëm është, sa ndihmon në të vërtetë sektorin e bujqësisë dhe po themi a është i mjaftueshëm? Ka një keq kuptim për këtë çështje. 10% që nuk ka lidhje me TVSH-n. 10% që është një kompensim për shpenzimet që bëjnë fermerët, lidhur me blerjen e inputeve të ndryshme, blerjen e lëndëve të para, të cilat i fusin në procesin e prodhimit dhe si pasojë duhej të rimbursoheshin për këto fatura që marrin me TVSH. Nuk janë rimbursuar deri më sot. Tashmë do të rimbursohen 10%. Nëse një fermer bën një shpenzim, po e marrim shembull
për plera kimike, tjera to lëndë e parë që duhet 1 milion lekë të vjetra, për themi s'do është me kuptueshme, që i ka të blera me fatura me TVSH shumë të rregullta, do të kompensohet 100.000 lekë të vjetra. Do të kompensohet 100.000 lekë të vjetra, por ky 10% është shumë i domosdoshëm në shërben në uljen e kostos në radhë të parë, që është shumë e rëndësishme. Njëkohësisht në dy momente, në 6 muajin e parë dhe në fund të 6 muajit të dytë, fermeri do të ketë përsëri një të ardhur që nuk e ka pasur deri më sot, por në të njëjtën kohë, kjo mënyrë edukon fermerin që të ruajë tashmë dokumentacionin, të punojë me dokumentacionin, sepse kjo do të jetë një element shumë i rëndësishëm për periudhën që na vjen në procesin e integrimit. Kështu që përveç edukimit me kësaj, përveç të ardhurave që merr fermeri në këtë moment, krijohet një mënyrë pune e domosdoshme e cila do të na shoqërojë gjatë gjithë periudhës në vijim. Nuk do të na shoqërojë më me dëshirë, por do të na shoqërojë më të detyruar që ne do ta bëjmë këtë periudhë. Që çdo gjë të formalizohet, jetë në rregull. Kjo është më e rëndësishmja. Për sa i përket sasisë 10% nuk është sasi e paktë, për atë që ka fermeri paguon është një sasi normale, ka vende që kanë 5%, 6%, por problemi i TVSH-s i 20% nuk është zgjedhur. Kjo është gjë tjetër, 20% për çfarë? Kjo është tjetër gjë. Ndërmarrjet e grumbullimit, ndërmarrjet e përpunimit, agropërpunimit, të cilat blejnë tek fermeri me TVSH 20% që e paguajnë në shtet, këtë TVSH nuk ju rimbursohet. Ky moment, ky ngërç duhet rregulluar, sepse pa u rregulluar ky ngërç, ne do të kemi një peshë të rëndë të madhe që deri tashmë e kanë mbajtur qendrat e grumbullimit, e kanë mbajtur subjektet e përpunimit të produkteve që blejnë nga fermerët, por po vjen një moment që nuk mund ta mbajnë më. Nuk mund ta mbajnë më dhe kjo do të na kushtojë shumë në procesin e vijim. Prandaj është domosdoshme që studimi i nisur, puna e nisur për të stabilizuar edhe këtë çështje është domosdoshmëri dhe duhet bërë një minutë më përpara në mënyrë që të mos dëmtojmë ato arritje që ne kemi pasur lidhur me çështjen e qendrave të grumbullimit. Një fakt dua të përmend. Po është një hallkë e rëndësishme qendra e grumbullimit në gjithë sektorin e bujqësisë. Është hallka më e rëndësishme. Është hallka më e rëndësishme sepse një qendër grumbullimi e mirë koordinuar me të gjitha investimet e duhura i siguron fermerit një blerje të garantuar. I siguron fermerit një kontratë. I siguron fermerit një shërbim ekstra. Dua të përmend faktin që në 2005 kanë qenë rreth 13-14 qendra grumbullimi. Dhe ne sot kemi mbi 300 qendra grumullimi. Kjo të erdhi si rezultat edhe sidomos mbas 2018-s, kur TVSH-ja u bë 20/20, aty pati mbas 2014-s, kur TVSH-ja u bë 20/20, aty pati një rritje të konsiderueshme të bashkëpunimit fermer qendër grumullimi dhe një rritje galopante të eksportit. Pra, ne nuk mund të kemi eksport pa qendra grumullimi. Ne nuk mund të kemi blerje të garantuar pa qendra grumullimi. Ne nuk mund të kemi kontratë pa qendra grumullimi. Ne nuk mund të kemi asistencë të sektorit privat pa qendra grumullimi. Kështu që ju zot Rava i thoni që dhe qendrat e grumullimit duhen ndihmohen patjetër me TVSH-n që është 20%. Pa diskutim, forma duhet gjendur. Ndoshta forma që gjetëm kur u aplikua 20% nuk ishte e konsoliduar, pati problematikën e vet, por kjo nuk do të thotë që ne të heqim dorë nga zgjidhja kur na dalim përpara probleme. Problemet ne duhet i zgjidhim dhe zgjidhje ka. Edhe një fakt duhet përmend që në momentin që qendrat e grumbullimit të konsoliduan, 42.000 fermer lidhen marrëveshje dhe kontrata me qendrat e grumbullimit dhe këto marrëveshje kishin shitjen e sigurt, por njëkohësisht kishin edhe teknologjinë, zbatimin e teknologjisë, merrnin farën, merrnin inputet e tjera të bujqësisë. Pra, patëm një rezultat pozitiv që ne jemi sot këtu tek shifrat për eksportin. Ju kuptoj. Nuk di diçka për buxhetin, mos gaboj 16.3 miliard lek, le themi përkthyer në euro, por në tërësi, viti 2016, me buxhetin që është përcaktuar sektorit bujqësisë, si e gjykoni? Nga pikpamja kronologjike, po ta shikosh, buxheti ka ardhur gjithmonë në rritje. Dhe kjo është gjë pozitive. A është arritur aq sa duhet dhe sa ne kemi mundësi për të disbursuar, për mendimin tonë nuk është arritur aq sa duhet. Në sondazhin që ne kemi bërë dhe nga nevojat që janë
dhe nga të gjitha vërejtimet e ndryshme, bujqësisë dhe gjithë ekonomisë së ushqimit nuk i duhet më 12% apo 16% rritje, po i duhet një rritje mbi 50%. Të buxhetit. Të buxhetit. Mbi 50% rritje të buxhetit. Të buxhetit. Domethënë, nëse ne arrisim 12%, nuk është arritja, duhet 3-4 herë më tepër që ne të kemi mundësinë të përgatitemi për atë çka na vjen. Sepse do na vijë në një situatë më e vështirë në momentin që ne do të kemi fondet e domosdoshme për të disbursuar, nuk do të kemi mundësi disbursimi. Prandaj është domosdoshme që kjo të rritet dhe të mos mbetet ky program afatmesëm që është përcaktuar. Ju kuptoj. Çështjen e integrimit e keni përmendur 2-3 herë dhe është shumë e rëndësishme dhe unë patjetër që e kam një pyetje, sepse Shqipëria ka hapur tashmë të gjithë grup kapitujt për integrim Bashkimin Evropian, procedurat vijojnë, por çfarë ndryshon për bujqësinë, sepse një kapitull ishte bujqësia dhe kohezioni. Kemi parasysh që këtë do ta shohim në të dy pamjet. Në pamjen e perspektivës dhe në pamjen e momentit të fillimit. Në pamjen e perspektivës, integrimi është zgjidhja e duhur, është drejtimi i duhur, ku ne do të gjejmë zgjidhje për shumë probleme të cilat nuk kemi gjetur zgjidhje ndër më sot, dhe për mendimin tim, për këtë duhet përgatitur për perspektivën, kur flas për perspektivën, flas për fëmijët tanë, flas për të rinin, për ata që kanë ikur dhe për këta që janë këtu, dhe integrimi është zgjidhja. Është zgjidhja sepse ne po shkojmë tashmë drejt një tregu që nuk e kemi pasur deri më sot, po shkojmë drejt rregullave që nuk i kemi pasur, që janë dobiprurse, nuk i kemi pasur deri më sot, por në momentin e parë ne duhet të themi fermerëve që në momentin e parë ne do të kemi vështirësitë e këtij procesi. Dhe cilat janë vështirësitë e këtij procesi? Vështirësia e parë është puna me kontratë. Ne nuk do të punojmë më kështu siç kemi punuar. Çdo gjë me kontratë, me formalizim, le të themi me letra etj. Megjithatë në terren mund duket pak bezdisë se kjo ose mendja është tek prodhimi, por kjo është aja. Ky është kusht. E para do të punojmë me kontratë. E dyta do të punojmë për një veprimtari të sigurt në këtë sektor. Pra, ne nuk do të kemi më këto vështirësi që kemi për shitjen e produktit, sepse do të futemi në një treg shumë gjerë, shumë të madh. Elementi i tretë i rëndësishëm është që ne do të kemi financim. Është për llogaritur që Shqipëria mund të marrë 3 fishin, 4 fishin e financimit që ne kemi sot, veçanërisht grant. Sepse Bashkimi Evropian planifikon fondet e nevojshme dhe disburson fondet e nevojshme. Ja ku kemi Greqinë, e cila disburson fondet të jashtëzakonshme për gjithë sektorët. Do të kemi një mbështetje totale të zhvillimit të sektorëve. Pra do të kemi një kohezion përsa i përket disbursimit të fondeve. Në një kohën e duhur, ne do të disbursojmë fonde në të gjithë sektorët e domosdoshëm. Por njëkohësisht, ne do të kemi përgjegjësinë për sigurinë ushqimore, që sot ne nuk e kemi aq të konsoliduar saq e kërkon Bashkimi Evropian, dhe kjo është e lidhur ngushtë me gjurmëshmërinë, dhe këtu ne do të kemi përsëri atë vëmendjen e duhur, që mos na kthejnë produktin mbrapa, produktet mbrapa etj. Dhe ana tjetër e rëndësishme është që ne do të kemi parasysh që në momentin e standardeve dhe të cilësisë do të kemi një tjetër këndvështrim. Nëse ne sot standardet e produkteve bujqësore i kemi me dëshirë, mund t'i tregtojmë sipas asaj mundësie që ne kemi, nesër këto do të jenë të detyrueshme standardet, dhe prandaj është domosdoshme që ne të përgatitemi për fazën e parë sa më shpejt që të jetë e mundur, ta njohim këtë fazë që është kështu, siç e kanë njohur dhe të tjerët, dhe pastaj të përgatitemi për vijimsinë. E kuptoj. Dhe fundit fare, megjithëse në fakt të pyetjes që unë ju bëj, përgjigjet që ju dhat për çdo pyetje e tregonin, por shumë kush pyet, në ç'gjendje është bujqësia sot, me një përkufizim të shkurtër? Kemi 3 grupime fermerësh. Grupimi i parë janë fermerët të cilët punojnë për tregun e vendit dhe për eksportin. Ky grupim është një grupim i konsoliduar tashmë, ka bërë investime, ka kontrata me të huajt, me tregun e huaj, dhe po ecën normalisht. Është investuar, disburson fonde me kushte lehtësuese. Grupi tjetër është grupi që prodhon për tregun, për vetë dhe për lektorinë e vetë, dhe ka një pjesë
produktit për tregun e vendit, ndoshta edhe për eksport. Ky grupim është i pakonsoliduar dhe ka nevojë për mbështetje dhe për formalizim. Grupi tjetër është grupi që punon vetëm për vete dhe për blektorin. Këta janë quhen fermer, por në fakt nuk janë fermer, janë buq mund t'i quajmë, dhe të cilët kanë një sasi produkti, ka mundësi për të prodhuar më shumë edhe për tregun e vendit, por nuk prodhojnë për shumë arsye që ndoshta në një emision mund ta shpjegojmë. Kjo është situata. Mirë, zë Rabaj, faleminderit. Faleminderit kënaqësi me shumë interes gjitha këto që ne biseduam, për ata që në ndjekin qytetarët, por absolutisht edhe për fermerët. Dhe këtë çështje me integrimin absolutisht që hap një dritare shumë të madhe. Faleminderit dhe ditë mbar. Faleminderit ju që i trajtoni këto probleme se janë shumë të domosdoshme për fermerët. Absolutisht. Faleminderit edhe një herë.